5, 6 dhe 7 marsi janë ditët më të rëndësishme të historisë së Kosovës dhe të kombit tonë në shekullin e kaluar, në fund të shekullin e kaluar. Ndërsa ndryshimet dhe vizitat vazhdimisht kanë me shku duke u rrit për shkak të ndjeshmërisë dhe për shkak të vlerave që janë kriju me mund, sakrificë dhe gjak. Ndjeshmëria e familjes Jashari si emblem e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është e vlerësuar nga të gjithë si komb, po dhe nga bërësia ndërkombëtare. Mjafton për shembull deklarata e Kushnerit e nënshkruar një çmim për paqe do t'ja jepsha familjes Jashari. Kjo tregon mjaft shumë për vlerën e krijuar pranë institucioneve ndërkombëtare. Dhe tani ka pas ose ramje, ndoshta ndonjëherë ka pas zvoglime, po gjithnjë ka shku duke u rrit ajo vlerë sa më larg ç'është më e vlefshme. Kanë ndikuar dhe partitë politike në këtë drejtim që me rritë dhe me zvoglu varësisht për rrethanave politike. Po kullën e Jasharëve, Ademin, Hamzën, Shabanin, askush nuk mund ta zvogloj. Pavarësisht çfarë do partie, pavarësisht shoqata, kushdo që të është. Ata kanë vendin, kanë bo vendin, janë pjesë e historisë. Pjesë e lirisë sonë. Mos themi liria jonë. Ndërsa ndërtimet, rregullimet, manifestimet janë pjesë të gjallëve që veprojnë politikisht, varësisht për rrethanave. Me lirinë e vendit nuk duhet të shfrytëzoj askush, se është të gjithëve. Po as me të vdekurit, as me dëshmorët. Ata kanë dhënë misionin e vet. Ata kanë kry amanetin e vet dhe detyrën ndaj vendit. Ata janë pjesë e gjakut dhe e lirisë sonë, pjesë e kësaj toke. Tani të gjallët natyrisht me ato vlera, ata veteran, ata ushtar, të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, natyrisht e kanë pjesën e tyre. Edhe janë pjesë e historisë. Po të gjallët dëshmorët kishimit dëshmorë, po liria nuk duhet kishë ardhë. Prandaj, të gjallët, veteranët e sotshëm janë historia dhe ajo pjesë që ka bërë historinë. Edhe lirinë e vendit, natyrisht. Tash kemi institucionet e ndryshme të shtetit që thirrën emrin të saj, që kanë të drejtë të thirrën, të organizojnë manifestimet, të marrin pjesë në manifestime, bëjnë promovime të ndryshme që zakonisht edhe natyrisht duhet krijojnë vlerë. Duhet krijohet të arritura. Secili institucion nga viti në vit duhet prezantoj të arriturat. Jo të metat, jo të dështimat. Prandaj, kjo është e mundshme. Thuhet, vitin 2023 kena pas kaq, vitin 2024 kaq, vitin 2025 jena në këto arritur në këtë zhvillim, këtë përmirësim, këtë mirëqenie të qytetarëve të Kosovës. Në këtë mbrojtje ose këtë siguri. Kur flasim për epopen, do të flasim edhe për sigurinë e vendit. E kemi këtë siguri të vendit. Vendi jonë është i sigurt, është i mbrojtur nga ushtarët e Kosovës dhe nga forcat e NATO-s që janë KFOR në Kosovë. Prandaj, këto janë të arriturat. Sa jemi të sigurt, sa kemi arrit me miq të alatët që kena pas, i kem,